Elmendja, ka vend për Osmanin si lidere e re partijake? Në LDK ka vend për të gjithë që mendojnë konceptin rrugëvest, por nuk e besoj që Vjosa Osmani do të mund të vijë. Është e drejtë demokratike edhe Vjosa dhe secilit antar që mund të gargoj, por që a do të mund të fitoj, sigurisht se bazuar mbi atë që kemi parë nuk është punë e lehtë, sepse LDK-ja ndonë se është një subjekt i cili i jep mundësi secilit, pra Vjosa Osmani ka pasur të gjitha mundësit. Dhe ajo në fakt ka qenë gjën më të madhe bartës e listët dhe kandidate për kryeministra dhe do me thënë ishte një gaf politik i cili mori një 10-12% të elektoratit dhe i qoj emigroj pra i qoj në VV, por ata nuk po kthehen në shtëpinë dhe naturisht u provua, duke qenë bartës e listë dhe në këto zgjedhje, u provu sa atë elektorat që i qoj e zbrazin në VV, se duket nuk mujti fare ta kthej mrapa, pra ne është e vështirë ajo, por për mua është fare sekundare ajo farpune se kush do tjetë. Nuk merrem shumë me emrat, sepse thjesht në LDK ka shumë personalitete, për mua është procesi demokratik dhe kjo pastaj do t'ju jep leksion edhe subjektet të tjera politike. Thua se s'kan partitë të tjera. Hiq binomin të zëm, mos të guxojnë, sepse aty është mbjellur frika nga në lëvizjet vendosje, nga binomi Kurti Mihajli, sigurisht se ata do t'dinë që shumë më keq dhe ku diun se çka do të ndodhte aty në këtë parti. Pra, problematika është se ata kanë në një farë mënyrë të instaluar një diktaturë të brendshme dhe ne po ndihemi mirë, po mendoj ne që jemi larg se këtu pas ka qetësi, por aty ku ka qetësi s'është patjetër që të ketë edhe demokraci të brendshme dhe ne luftojmë për demokraci. Ky vend ka nevojë për demokraci sepse demokracia është i vetmi sistem që e avanson sistemin dhe menaxhimin e këtij vendi. Prandaj LDK-ja po bën thjesht po zhvillon demokracinë dhe unë e shoh brenda konditave krejtësisht normale këtë. Dikuj mund t'i fryj, dikush mund të tentoj përmes komunikime publike që të krijoj një farë tifos me palën njërin ose me palën tjetër. LDK-ja është unike, i kryen këto zgjedhje, zgjedh një leadership të ri, të gjithë besoj që do të pajtohen sepse këto e ka e mira demokracisë,